Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu në emisionin Argument kemi ftuar drejtuesin e degës së Federatës Vatra për Boston, zotin mentor Maksutaj, për të kaluar në review, si të themi, aktivitetet e zhvilluara me rastin e pavarësisë së Kosovës. Dega e Bostonit është një degë mjaft aktive e Federatës Vatra, por aktivitetet e ndryshme dhe të larmishme, sidomos për çështjen e Kosovës, që nga ngritja e flamurit, por aktivitete edhe të tjera, për cilën kemi ftuar zotin mentor na i paraqes se si u zhvilluan këto veprimtari. Zotin mentor, mirë se erdhët. Të gjatjeta, faleminderit si gjithmonë për mbështetjen edhe hapësirën në programin tuaj. Atëre, cilat janë aktivitetet që u zhvilluan në Boston me këtë rast? Pikpoj faleminderit edhe gjithë atyre shqiptarëve të Republikës Kosovës, urime 18 vjetorin e pavarësisë së Republikës, e gjithë familjeve që kanë bërë sakrificat sublime dhe dëshmorëve, familjet e dëshmorëve dhe heronjve, faleminderit për gjithçka që ata kanë bërë që Kosova sot dhe ne të kemi mundësinë të festojmë këtë ditë. Federata Panshqiptare Vatra Boston Branch kishte një sër aktivitetesh dhe në mbrellën e saj si mision kryesor që ka bashkëpunimin me shoqata dhe organizatat që veprojnë në Massachusetts dhe New England, ajo ka arritur me një mënyrë ose tjetër më që ta afrojë dhe të vazhdojë bashkëpunimin dhe në evente ndryshme. Në ditën e djeshme, ne kemi të organizuar 3 evente të njëpasnjëshme, duke filluar në atë në Harvard University me Albanian Student Association, pastaj në mesditë ishim në qendrën e Bostonit duke bashkëpunuar me Massachusetts Albanian American Society BESA, dhe në mbrëmje ishim në bashkëpunim me Alba Group, Leo Keka dhe ekipin e tij për një darkë së lemne me rastin pavarësisë së Kosovës. Ne kishim të vëtuar special Joseph Diogardin dhe gruan e tij Shirley Diogardi, që ishte një gjë që i dha një ngjyrë edhe më të rëndësishme kësaj feste, duke pasur parasysh sakrificat, punën dhe çdo gjë që kanë bërë ata për shqiptarët, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, por gjithë shqiptarët në trojet e tyre. Njëherë ne u bashkangjit dhe Faton Bislimi, një aktivist i shuar për çështjen shqiptare, i cili kishim derë ta kishim në eventet tona në ditën e djeshme. Atëre, ditën e djeshme i binte dita e shtunë, data ishte 14. Shumë aktivitete për Shën Valentin. Natyrisht. Ishte diçka e bukur, me qenë se Shirley dhe Josefi jetojnë në New York dhe duhet të udhëtonin për në Massachusetts, në shtetin ku jemi ne, me aeroplan, u desh që ne t'i sillim një ditë përpara dhe pastaj të kishim aktivitete që në njëjtën kohë ta bënim dhe sa më të lehtë për të gjithë pjesëmarrësit që mund të kishin mundësi të vinin. Duke pasur parasysh se këto gjëra marrin muaj të organizohen, duke rezervuar City Hall Plaza apo qendrën në të bashkia të kuvendit komunal në qendrën e qytetit të Bostonit, apo sallën auditoriumi ku rezervuam në Harvard University, pastaj dhe në mbrëmje e cila duhej domon kohë. Këto ishte dita më e mirë që përkiste edhe ishte më afërta për sa i përket edhe 17 shkurtit të ditës pavarësisë së Republikës Kosovës. Na u ndal pak a shumë në mbarvajtjen dhe zhvillimin e çdo aktiviteti, një rezume të përgjithshme të atyre që ndodhen, për të bërë të ditur të gjithë teleshikuesve. O pikpoj faleminderit edhe një herë, do mundohem që ta mbaj sa më concise, sa më përafërt, por ne filluam në ora 10 të mëngjesit në Harvard University, në njërin nga auditoriumet që kishte me një kapacitet diku rreth 200 plus ulse, dhe aty na bashkuan jo vetëm student nga Harvard, po nga Boston College, Northeast University, Bentley College, Bethel University dhe gjithë tjerët, dhe pastaj komuniteti, shoqata të ndryshme ishte pranishëm, edhe pse ky ishte një bashkëpunim mes Federatës Panshqiptare Vatra Boston dhe Albanian Student Association Harvard University, ne kishim dhe shoqatat e tjera si Labëria, Masbesa e të tjerë, që erdhën dhe bashkangjiten dhe patën dëshirë merrnin pjesë. Ajo që u bë gjatë këtij aktiviteti, pjesës parë, aktivitetit të parë ditës së djeshme ishte dhe ndjesia dhe emocionet që Joseph dhe Shirley Diogardi i ndan me ne, duke parë gjithë ata njerëz që ishin mbledhur për të ndëgjuar dhe për të takuar, marrë fotografi me ta, shkëmbyer një bisedë, duke pasur parasysh me vitet e tëra që kanë bërë për çështje shqiptare dhe vazhdojnë të bëjnë me shoqatën e tyre Albanian American Civic Society. Ata domosdoshmë ishte një diçka shumë e bukur. Ata ndan ndjenja, ndan emocione dhe gjëra personale nga jeta e tyre, mirë po njerëzit na treguan për punën që kanë bërë,
qysh nga viti 1984 kur është zgjedhur kongresmen për herë të parë në distriktin e New York e deri më tani dhe që vazhdojnë ta bëjnë për shqiptarët në patrullet e tyre. Pas këtij eventi ne vazhduam në qendër të Bostonit, në City Hall Plaza, aty ku me Massachusetts Albanian American Society PESA dhe me fshatat tjera që ishin pranishëm, ato që përmenda dhe më herët, ne pastaj edhe në praninë e Joseph dhe Shirley Diogardit, ngritëm flamurin e Republikës Kosovës më në qendër të qytetit. Aty kishim një program tjetër, ku ne bëm fjalime, prezantime, folëm nga gjitha shoqatat, kishim qendër mundësi të flisnim. Njëherët në Boston, çka e bëri edhe më të larmishme ishte sepse zakonisht dita në shkurt është koha ditë ftoft, për sa përket motit mi po dje na u duk edhe shumë më nxehtë. Duke pasur parasysh pjesëmarrjen që kishte më madhe, praninë e Josephit edhe Shirley të bën edhe më të nxehtë këtë ditë, edhe më domon nuk ishte se dikush po ankoi se ishte ftoft, po gjithë thonin si ta zgjatnim këtë event. Kështu që ngritja e flamurit të Republikës Kosovës, i cili ende edhe sot qëndron lart pranë bashkisë qytetit të Bostonit, downtown City Hall Plaza, ishte një ndjenjë e veçantë edhe diçka më e bukur me praninë e Shirleyt dhe Josephit. Pas kësaj ne vazhduam me aktivitete tjera të ditës me drekën dhe më në fund në bashkëpunim me Alba Group dhe Leo Keka dhe biznesmeni shqiptar që bashkëpunon dhe pronë këtu në shtetin e Massachusetts, ne organizuam një darkë solemne në njërën nga restorantet e tij, ku kishim njerëz të ftuar specifik, dhe kjo që bëri më ndryshe ishin përveç shoqatave dhe liderëve udhëheqësve që punojnë në komunitetin ton, ne kishim dhe businessmen, njerëz që janë të suksesshëm në fusha të ndryshme, profesor, avokat, juristë të ndryshëm, pronar të bizneseve të ndryshme që qoftë në ndërtimtari, në restorant, apo në gjëra tjera që punojnë dhe veprojnë në shtetin Massachusetts dhe New England. Dhe kjo bëri edhe më të bukur. Dhe eventi u kurorëzua në një farë mënyrë me atë, domethënë që ne kishim dhe artistë të pranishëm aty, njerëz që kanë televizionet të ndryshme dhe që punojnë për të mirën e kombit shqiptar dhe të gjithë ishin dhe kishin mundësinë që të bisedonin me Joseph dhe me Shirley Diogardi dhe flisnin më shumë për punën, aktivitetet, për gjërat që ata kanë bërë dhe për punën që kanë bërë. Ndërsa në specifikisht ne u ndaluam me qenë se është pavarësia e Republikës Kosovës, bisedonin më shumë për atë se çfarë kanë bërë, si kanë punuar dhe çfarë janë duke bërë për sa përket Republikës Kosovës dhe disa nga pyetjet që u ndan me ta pastaj gjatë Q&A session ishin dhe se ku jemi sot, dhe çka mendojnë ata për të ardhmen tonë dhe çfarë duhet të bëjmë apo të punojmë që Kosova të mund të vazhdojë në rrugën e saj që e ka marrë tani. Tani kam një pyetje tjetër që lidhet me situatën në Hag. Të gjithë jemi të shqetësuar për ato masa të përcaktuara të dhëna nga prokuroria e Hagës nga luftëtarëve të lirisë të UÇK-s. A u duk në bashkëbisedimin tuaj shqetësimi në lidhje me këtë situatë dhe me këto dënime drastike për heronjtë e lirisë? Ajo që është duke ndodhur në Hag, edhe që në datën 17 nuk kemi një protestë popullore në Prishtinë për rastin pavarësisë Republikës Kosovës, është diçka që nuk përket asgjë me luftën që ka bërë UÇK-ja dhe njerëzit. Ajo UÇK-ja doli nga populli, ajo bëri luftën për të mbrojtur pragun, njerëzit dhe familjet e tyre, nuk sulmuan dhe nuk bën asgjë kundrejt askujt. Shirley dhe Joseph ishin shumë të shqetësuar dhe ata kishin filluar veç të bashkëpunonin dhe po mundoheshin që vinin kontaktet e tyre dhe rënin dhe të shihnin se çfarë mund të bënin me qeverinë e re tash të sapo zgjedhur në Kosovë dhe njëherë në presidentin dhe duket se si kishin lidhje të mira dhe bashkëpunimi me të dy, dhe presidentin dhe kryeministrin, dhe ata po vazhdonin domon punën e tyre dhe po ndiheshin pozitiv për sa i përket asaj se mund të ketë disa gjëra që mund të bën një rrjedhoj apo në vazhdimsi domon që me çfarë do që mundet bëhet të mos vijë deri te ndonjë dënim më atë se çfarë kërkonte prokuroria në Hag. Po natyrisht reagimi i njerëzve të pranishmëve pasi ishin në ambient ku flitej për Kosovën, edhe kjo është çështje dite pak a shumë. Reagimi aty kishte pyetje të ndryshme dhe reagimi i tyre nuk ishte as pak i mirë, për arsye se këtë nuk po njolose vetëm emri i 4 komandantëve, po njolose edhe emri i ushqimtarit të Kosovës, i asaj për çfarë ushqimtari i Kosovës ka luftuar dhe gjithë popullit të saj. Kështu që ky lloj gjykimi dhe kjo gjë që ka ndodhur për 5 vitet e fundit nuk është vetëm një njolosje e 4 emrave të komandantëve apo shqiptarëve, por njolosje e gjithë punës edhe sakrificave, dëshmorëve, heronjve që kanë dhënë jetën e tyre dhe kanë dhënë gjithçka që Kosova të jetojë e lirë. Duke pasur parasysh se UÇK-ja luftën që e ka bërë për të liruar popullin, nuk ka sulmuar, kanë mbrojtur pragun
familjet, njerëzve të tyre që kanë sulmuar nga okupatori dhe uzurpuesi serb, nga vrasësit dhe gjithë gjenocidi që është krijuar ndaj popullit tonë, duke pasur parasysh se ne ende sot kemi trupa pa gjetur mbi 1600 të shqiptarëve që ende nuk e dim se ku janë dhe mi duke luftuar që të gjejmë ato me çfarëdo lloj mënyrash të komunikimeve dhe negocimeve që janë duke u bërë dhe ne duhet të mbrojmë luftën tonë dhe mos ndalojmë deri në momentin e fundit duke pasur parasysh se çfarë kërkesa janë bërë nga prokuroria që disa prej tyre duken edhe jashtë normave të ligjeve apo dënimeve që mund të bëhen atje në Hag, gjithsesi presim shohim se si do rrjedhin në ditën e vazhdim. Cilat ishin impresionet që patët ty me çiftin Gjo dhe Shirley Dioguardi? Gjo dhe Shirley Dioguardi për kundër moshës, se tash kanë kaluar disa vite, për kundër moshës ishin shumë aktiv. Ishin shumë të pavarur edhe gjithmonë domethënë po flisnin për shqiptarët. Për atë se çfarë ka ndodhur deri tani, mirë po ishin dhe shumë të fokusuar dhe çfarë mund të bëjmë ne tutje. Në fjalimin e tyre ata përmendën gjykimet në Hag, ata gjithashtu përmendën dhe mosnjohjen nga 5 shtete të Bashkimit Evropian. Hyrjen e NATO-s në NATO, në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Kombeve të Bashkuara dhe gjëra të tjera. Kështu që ishin shumë të qartë dhe të vendosur domethënë që ne duhet vazhdojmë punën tonë dhe shoqata, organizata që ata të udhëheqin domethënë të ketë njerëz sa më shumë afër tyre në bordin e tyre që të vazhdojmë me lobimin dhe gjithmonë të jenë afër Departamentit të Shtetit si Amerika, si aleat kryesor i Kosovës, që ata të vazhdojmë punën e tyre dhe të arrijnë këto qëllime që janë shumë të rëndësishme për sa i përket Republikës Kosovës dhe të ardhmës së saj. Unë ju falenderoj shumë për veprimtaritë e larmishme që organizoni, si me këtë rast, me një rast të rëndësishëm patriotik, por pavarësinë e Kosovës, 18 vjetorin e një Kosove të pavarur, por aktivitetin tuaj në çdo aspekt në fushat kombëtare dhe besoj po ndajemi këtu nëse ju dëshironi të shprehni diçka tjetër jeni i lirë. Unë vetëm dëshiroj të uroj gjithë shqiptarët pavarësinë 18 vjetorin, duke mos harruar asnjëherë sakrificat e gjithë familjeve të dëshmorëve, heronjve tanë që kanë dhënë, dhe atyre që vazhdojnë të japin të punojnë për të mirën e Kosovës. Kosova gjithmonë më shumë ka nevojë për njerëz profesionist, strategjist, lider dhe udhëheqës të cilët dinë dhe të ofrojnë dhe të krijojnë ura dhe të ofrojnë Kosovën dhe të drejtojnë rreth Tiranës të sigurt. Në njëjtën kohë, ne duhet mos harrojmë domosdoshmë se Kosova përveç njerëzve shqiptarëve brenda saj ka dhe jashtë. Kështu që shpresoj që të gjithë punojnë, të veprojnë edhe të mos harrojnë asnjëherë se ne kemi nevojë dhe shqiptarë që janë jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, kufive të sotëm, ata kanë nevojë ende për ndihmën tonë dhe ne duhet vazhdojmë të mbështesim përveç këtyre 2 shteteve dhe shqiptarët që gjenden still apo ende jashtë kufive tonë. Kështu që ju uroj 18 vjetorin gjithë shqiptarëve të Kosovës, gjithë shqiptarëve të tjerë që kanë luftuar, sepse nuk kanë qenë vetëm ata Kosovës që kanë luftuar për lirinë e saj, por edhe shqiptarë që kanë qenë jashtë saj, dhe nuk duhet të harrojmë asnjërin për sakrificën që ata kanë bërë për ne të festojmë sot këtë ditë. Zoti mentor, faleminderit. Faleminderit juve. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund emisionit tonë Argument, me të ftuarin e sotëm, kryetarin e degës së Bostonit për Federatën Vatra, zotin mentor, miru takoshim në emisionet tjera.